Jemi kthyer sërish këtu në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, në këtë transmetim të drejt për drejt, sa të bukur, aq edhe emocionues. Falenderojmë dhe të gjithë telespektatorët që po na ndjekin përmes MCN Televizion. Në këtë finale që sonte do të përcaktoj se cilat vajza do të jenë përfaqësuesit zyrtare nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi për në Miss Universe 2024 që këtë vit zhvillohet në Meksik. E në fakt, ky edicion i Miss Universe Albania dhe Kosova 2024 do të mbahet mend së pari sepse kemi një bashkë prezantuese të mirënjohur si ju si Barabraçi. Ky është një stacion i rëndësishëm për mua, për publikun jo dhe aq mendoj. Dhe së dyti sepse për herë të parë sonte ne do të kemi 3 mbretëresha me kuror. Përveç Shqipërisë dhe Kosovës, sonte për herë të parë do të shpallim dhe Miss Universe Malizi 2024. Dhe ky është një lajm vërtet i rëndësishëm për të gjithë. Ku fituesja do të udhtojë drejt Meksikës dhe do të përfaqësojë vendlindjen e saj. Dhe me qenë se jemi tek zgjerimi i spektaklit ton, më lejon, të lutem, Teli, që të kujtoj se këtë patent Miss Universe në Shqipëri e solli Fadil Berisha, fotografi me famë botërore, që jeton në New York, por që është bir i trojeve tona. Dhe Fadil Berisha ja besoi, ja kaloi stafetën një bashkëpunëtorit të tij, atëherë ishte botues i revistës VIP Albania, dhe një menaxher shumë i zoti, Eduard Deda, i cili e zhvilloi këtë spektakël dhe e pasuroi me shumë kurora. Urime nga zemra, Edi, dhe vazhdimsi. Dhe vazhdojmë spektaklin ton, Teli. Është rradha që kjo skenë të mbushet. Po, është spektakël i miseve, është spektakël i bukurosheve. Por këtë radhë ato do të vinë me veshje mbrëmje dhe mondanitetin në këtë skenë do ta sillin veshjet e realizuara nga Agnesa Vuthaj, gjithashtu një Miss Kosova 2003 dhe Miss Albania në 2004. Ndoshta këto e kanë inkurajuar që të bëhet një vajzë e spektakleve, e modës dhe e biznesit. Atëherë, Teni, skena për bukuroshat tona. Princesha tona. Mon amour, tu me there, je joue la scène, c'est toujours la même fin qui recommence et ne tombe pas. Non, avec moi, est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. L'impossibilité. Je me promets, j'ai compris. Je t'attendrai, je t'aime, je sais pas pourquoi, je suis
Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai le spleen de toi, de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle. Du mal et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un
m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras. Me petale ngjyra e mbuluan këtë skenë vajzat tona. Si për të na treguar ndoshta Teni se cila është një lule që ka bukurinë dhe aromën e saj. Urime vajza. Jeni shumë të bukura të gjitha. Urime vajza. Vijojmë spektaklin me një çmim special për një nga konkurrentet tona, të cilën e kemi shpallur çdo vit. Në bashkëpunim me një nga emrat më të mirë të kirurgjisë estetike në Shqipëri dhe Kosovë, ftoj në skenë themeluesin dhe drejtuesin e K-Day Hospital, jo vetëm një mjek i mirënjohur, por edhe një sipërmarrës i suksesshëm. Me një duartrugitje shumë të fortë, dokun më sportiv Skerdi Faria. Doku, komplimentet duke shumë bukur. Na falni pak për vonesën, po kemi këtë bukuroshën e vogël këtu, edhe kemi këtë karrocën e madhe këtu. Se ne si gjithmonë i egzagerojmë çik gjërat. Jo i tof lule, po e karrocë me lule. Amina, të pëlqen këtu? Është bukur? Kjo është Amina Vitamina. Është personazh publik në TikTok dhe në Instagram. Dhe do të bëhet Miss e ardhshme. Apo jo? Dyert i ka të hapura gjithë. Do bësh Miss zemër? Do ta pushësh i çik gjashën ke faqja tani ti? Do ma bësh pak mikrofonin të lutem. Cila do të jetë vajza i mash për këtë vit për klinikën Kate? Atëherë bashkë me Aminën kemi zgjedhur Miss Kate-in 2024 që është Rumina Ivezaj. Zgjodhëm këtë vit një bukuri paksa nordike. Bjonde, me sy të shkruar dhe që e meriton. Ta gëzoj. Suksese Rumina. Ikim zemër? Pa? Okej. Ciao, miropafshim, faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Dhurojmë tani një tjetër çmim. Faleminderit Skerdi, faleminderit për lule, për surprizë kaq të bukur. Do të dhurojmë tani një tjetër çmim. Është një bursë studimi. E akordon një nga universitetet më të mira në vend, Universiteti Europian i Tiranës. Miss Universe Albania e ka patur gjithmonë në qendër të vëmendjes shkollimin e vajzave konkurruese në këtë event. Dhe bursa e 30 nga Universiteti Europian i Tiranës për këtë edicion i kalon zonjushës me emrin Gersja Sadikaj. Ta gëzojmë Gersja dhe suksese. Suksese Gersja në shkollimin tënd. Suksese. Një tjetër çmim shumë i rëndësishëm për karrierën e një prej këtyre bukuroshëve tona do të dhurohet tani nga presidenti i kompanisë Daman Management. Do të ftoj në skenë zotin Eugen Shakir Sela. Mirëmbrëma. Good evening everyone. Si ju duken konkurrentet sonte dhe çfarë duhet të ketë një vajzë e bukur për të qenë pjesë e agjencisë tuaj? Okay, first of all, thank you for having me here. All the girls are so beautiful, everyone. It's really amazing. Very good personalities. So, being a girl of Daman, they must have good knowledge in acting, in posing and catwalk. Thank you. So these are the three girls that we choose to be a girls for Daman. Rumina Ivezaj.
Rumina Ileza është vajza e parë që fiton çmimin nga Daman Management. Dhe çmimi nga Daman është një kontratë ekskluzive 1 vjeçare me Daman Management. Daman është një agjenci modelingu me qendër në Stamboll. Mësojmë se kontrata e dytë nga Daman për cilën nga vajzat tona do shkon. Maggie Shehaj. Maggie Shehaj. Urime Maggie, Kontrata sukses. 1 vjeçare me Daman, që qendrën e kanë në Stamboll. Urime Maggie. Dhe fituesja e tretë e kësaj kontrate, Our third girl, it's Gersia Sadikaj. Gersia. Suksese, thank you. Thank you very much. pas këtyre çmimeve vjen një moment me të vërtet dramatik, emocionues, sepse do të shkojmë drejt 12 vjeçes. Pra do të nis eliminimi i vajzave, por të gjitha ato do të jenë të gëzuara sepse kanë kujtime të paharruara nga ky aktivitet, nga këto 3 muaj që kanë qëndruar së bashku në këtë produksion kaq të rëndësishëm dhe kaq të bukur. Se cila nga vajzat do të qëndrojë në 12 vjeçe, vendimin e ka juria. Atëherë presim antaren e jurisë, Rozana Radi, me një gotë roze në dorë, edhe me zarfin, besoj, për 12 vjeçen që vazhdon garën për Miss Univers Albania, Kosova dhe Montenegro. Mirëmbrëma zonja Zotrin. Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e lumtur që u stacionuat në shtëpinë time mediatike MCN. Do t'i thoja publikut që na ndjek nga ekrani i vogël i televizorit, mos ndroni kanalin sepse në shtator do të vim me informacione, me spektakle shumë të mira në MCN. Vajzat, ju uroj karrierë të gjatë, mos u shqetësoni, sepse bukurinë e keni kur të hiqni këtë trukun, jeni të gjitha të bukura çdo ditë. Të mrekullueshme. Faleminderit. Më ndihmo pak të lutem, do t'i lexojmë bashkë besoj. Do lexojmë. Silva, më falë. Ju lutem, është E kam për kënaqësi. kënaqësi shumë të madhe të ndaj skenën me një ikon si ju. Faleminderit shumë. Për mua edhe më tepër se Rozana është më tepër, është pretekste, pra jo vetëm prezantuese, je shumë më tepër se sa unë. Të falenderoj. Është kënaqësi dhe nder. Atëherë, po fillojmë me emrin e parë, top 12. Nebro Halo. Ka përfunduar Ajo ka përfunduar studimet për shkenca kompjuterike. Ka pasion notin, leximin, kërcimin dhe modelingun. Është ajo që e përmbush më së shumti. Motoja e saj, atë që bëhet do ta bëj. Atë që nuk bëhet do ta bëj patjetër. Faleminderit. Okej, konkurrentja tjetër që vazhdon garën është Angjelushe Zuniqi. 26 vjeç, e lindur në vitet e vështira, 1998 në Kosovën e luftës. Dhe më pas është arratisur me Gjermani, së bashku me familjen ku po jeton aktualisht. Që e vogël ka patur pasion muzikën, diti bjeri kitarës dhe vallëzon. Rumina Ivezaj, 19 vjeç nga Tuzi, e lindur dhe e rritur në Gjermani, dëshiron të studioj për polici, kriminale sigurisht. Hobi i saj është palestra, yoga dhe udhëtimet. Motoja e saj, çdo ëndër mund të plotësohet vetëm nëse beson nga thellësia e zemrës. Konkurrentja tjetër që vazhdon, Maggie Shehaj, 22 vjeç, lindur në Angli dhe ka përfunduar studime në Universitet King College për shkenca biomedikale. Njëkohësisht ka një klinikë estetike, sepse është diplomuar në të gjitha zhanerat e estetikës, që e vogël ka marrë pjesë në konkurse noti, kërcimi, patinazhe në akull, ditë bjeri pianos dhe vlet 4 gjuhë të huaj. Edona Bajrami, aktualisht jeton në New York, por
për të qendra e botës është Prishtina, qyteti ku u lind dhe u rrit. Pasioni i saj është sporti, natyra, dashuria për kafshët, gatimi dhe leximi, që 10 vjeç, si pasojë e emigrimit, ajo mësoi gjuhën frënge dhe flamene. Konkurrentja tjetër që vazhdon garën është Greta Kazazi. 22 vjeç, lindur dhe rritur në Portofino, Itali. Ka mbaruar studimet për ekonomi, po aktualisht punon si kontabiliste. Ka pasion kërcimin, prandaj që e vogël ka ndjekur kurse baleti. Ka marrë pjesë në evente bukurie në Itali dhe Turqi, ku ka përfaqësuar Shqipërinë. Dhe duartrokitjet vazhdojnë për vajza, duartrokitje. Francesca Rustem, 19 vjeç, lindur dhe rritur në qytetin e bukur të Durrësit, që në moshë të vogël ka patur pasion modelingun, të cilin sot e ka kthyer edhe në profesionin e saj. Udhëtimet, leximi dhe aktiviteti fizik janë disa nga pasionet të tjera për të. Mesazhi i saj, unë jam vajza e valve dhe ashtu si ato nuk rreshtin së përqafuar i bregun e detit çdo ditë, unë nuk do të rresht duke guxuar dhe punuar fort për të realizuar ëndrat e mia. Konkurrentja tjetër është Ana Detvukaj, 22 vjeç, e cila jeton në Michigan, me origjinë nga Malësia e Madhe, aktualisht studion për infermieri, dëshiron të punojë me fëmijët që kanë probleme shëndetësore. Ka një dashuri të pamas për kafshët, nuk mungon rastet kur kthehet në shtëpi me ndonjë qen ose macet që gjen në rrugë. Vajza tjetër që i bashkohet bukurosheve quhet Zana Gjeloshi. Jeton në Paris. Vazhdojnë duartrokitjet. Me origjinë nga Ulqini. Ka përfunduar shkollën për turizëm dhe ka vizituar shpesh Shqipërinë për të punuar për agjenci të ndryshme turistike. Ëndra e saj e madhe është të bëhet një modele me famë ndërkombëtare. Konkurrentja tjetër që vazhdon garën është Donika Nika, 22 vjeç, e lindur dhe e rritur në Suedi, me origjinë nga Shqipëria, nga Drenas e Kosovë. Ka përfunduar studimet në industrinë inxhinierike dhe punon si koordinatore e logjistikës dhe dokës në një kompani skandinave. Nuk i të presim duartrokitje se vajzat kanë shumë emocione. Ndërkohë, vajza që do t'i bashkohet bukurosheve të top 12. Tesi Fulaj, 18 vjeç, e cila niset nga motoja aty ku ka femra, aty ndodh magjia, sepse femrat për të janë shembulli i forcës, punës dhe dashurisë. Pjesëmarrja në Miss Univers Albania për të është një mundësi e jashtëzakonshme për të shfaqur bukurinë në gjitha format e saj dhe për të shpalosur potencialin e saj. Okej, jemi në fund. Në fund, Rosana. A ka mundësi një duartrokitje për gjitha vajzat që janë sonte këtu? Emocionet janë tepër të forta. Rajet e zemrës rriten. Do ta themi? E themi. Vajza e fundit që i bashkohet top 12-qes është Perla Manuka, 21 vjeç nga Tirana. Aktualisht është studente në vitin e 4 për stomatologji. Në kohën e lirë përveç shkollës, i dedikon kohë familjes dhe kujdeset për veten, duke u angazhuar me aktivitete të ndryshme dhe në palestër. Misioni i saj është të frymëzojë dhe të promovojë fuqizimin e femrës, sepse beson se çdo grua ka potencial për të realizuar ëndrat e saj dhe për të ndryshuar botën. Shumë faleminderit, Rosana. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Këto janë konkurrentët që kalojnë në fazën tjetër dhe ne i falenderojmë të gjitha vajzat për energjinë pozitive dhe kohën që kemi kaluar së bashku në këto 3 muaj produksion. Faleminderit vajza, i përcjellim ato me një duartrokitje shumë të madhe dhe urojmë shumë suksese. Urime vajzat për të vazhduar në fazën e dytë të konkursit ton kaq të rëndësishëm Miss Univers
Albania, Kosova dhe Montenegro, 2024. Por kjo skenë sonte, Teni, është jo vetëm për bukurinë e vajzave, po për të shpalosur edhe bukurinë e traditave tona. Produksioni ynë qeli thesarin e kostumeve tona kombëtare në një nga kryeqytetet e Europës. Për të na rrëfyer për këtë udhëtim kaq të këndshëm të paharruar, do të ftoja një personazh televiziv mjaft të dashur për të gjithë ju, autor i programit ton, drejtor i programacionit në televizionin Klan. Zonja dhe zotrinj, me ne sonte në këtë mbrëmje të magjishme, Albert Dumani. Mi mbrëma, Berti. Mi mbrëma të gjithëve, mi mbrëma Teni, mi mbrëma Silva. Kënaqësi që ndodhem me ju së bashku në skenën e bukurisë shqiptare dhe shpresoj që po e shijoni shumë këtë mbrëmje, sepse jemi një staf i vogël, por që prodhojmë një spektakël të madh. Faleminderit. Faleminderit, uri me Berti për gjitha keni arritur në karrierën tuaj dhe për këto programe të bukura për të bukurën. Suksese gjithmonë. Berti, në fakt ne pak javë më parë udhëtuam drejt Romës të Italisë, për një event që në fakt pati jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Është e vërtet, jemi krenar që arritëm të sillnim etnografinë unike shqiptare në metropolin italian, ku kur e fjala ishte xhubleta e famshme, trashëgimi botërore e UNESCO-s tashmë. Për herë të parë një grup profesionistësh me në krye producentin Eduard Deda dhe modelet dhe miset më të mira nga Shqipëria i bën njehon traditës dhe vlerave të padiskutueshme shqiptare. Etnografia shqiptare në Rom, i cili u transmetua edhe në gigantin mediatik Rai. Ndjekim së bashku një insert shumë të shkurtër. Dhe 10 vite më parë në këtë skenë unë kam intervistuar një aktor të famshëm italian dhe do të mbetemi sërish tek një personalitet tjetër po nga Italia. Meqense jemi në Rom dhe tek giganti italian Rai, kam derin dhe privilegjin të kemi sonte mes nesh një nga gazetarët më të mirë italian, themelues dhe producent i disa festivaleve të rëndësishme të filmit dhe muzikës. Autor dhe prezantues i Late Night Show Paradise në Rai 2. Gazetari që ka intervistuar thuajse të gjithë yjet e Hollywoodit dhe të politikës botërore. Zonja dhe zotrinj, Pascal Vicedomini. Choke on cinnamon. If you cross me, you cross the line. I'm your enemy. Buonasera. Buonasera a tutti. Good evening everybody. Buonasera, siamo onorati di averti qua stasera. L'onore è mio. E siamo anche molto fortunati di essere parte del vostro programma Paradise su Rai 2. Qual è la vostra opinione su quell'evento che abbiamo fatto? Ma a Roma è stato un evento bellissimo, voglio veramente congratularmi con Edward Deda perché ha portato un'essenza dell'arte, della tradizione, della cultura albanese e devo dire sorprendente. Io sono andato perché alla Rai mi hanno detto guarda c'è questo evento molto divertente. Io cerco sempre di valorizzare le opportunità che ci sono e quando siamo arrivati ci siamo imbattuti in queste meravigliose ragazze sorridenti, c'è Angela per esempio che non ha vinto, altro Cindy Mel, e abbiamo veramente notato da un lato la gioia di vivere di queste ragazze, da un altro lato l'impegno di Edward Deda nel riproporre quelli che sono i costumi tradizionali veramente della storia albanese. E dunque quando mi hanno invitato a venire qui per questo evento ho detto perché no, mi fa piacere andare anche a scoprire il vero volto dell'Albania perché
dovete sapere che purtroppo in Europa si fa molto poco per far conoscere le realtà vere degli altri paesi che non sono quelli più importanti da un punto di vista proprio di comunicazione storica, quindi la Francia, la Germania, la Spagna, la mia Italia. Del resto si sa molto poco e io sono molto curioso, quindi quando mi hanno detto vieni in Albania, ho detto subito, anche perché ho degli amici molto cari in Albania, Olen Cesari, conosco molto bene. Pikërisht aq shumë I ka pëlqyer eventi që ne bëm një muaj më parë në Rom, saqë Zoti Pascal u rikthye sërish në Tiranë, così ti è piaciuto molto quello che abbiamo fatto a Roma. Assolutamente. E sei venuto ancora qui a Assolutamente. Tirana. Dhe ai do të bëjë një tjetër speciale për natën e sotme për Miss Universe Albania dhe Kosova 2024. Faleminderit, një duar trokitje, così farai un'altra speciale per noi per Miss Universo Albania e Kosovo. Sì, faremo due cose, perché adesso io ho due programmi. Uno è un late night show che appunto si chiama Paradise e quindi andremo in onda con il mio inviato Aurelio Amato, il belloccio che si aggira qui come un cavallo pazzo venerdì prossimo, e poi un altro inserto in un nuovo show che inizio il 15 di giugno che si chiama Felicità, che va in onda a ora di pranzo, quindi late night show per un pubblico un po' sofisticato e invece per le famiglie Felicità il sabato a mezzogiorno. Complimenti. Grazie. Quando hai sentito parlare per la prima volta per Albania? Allora, ti ho detto che io ho un carissimo amico che è un genio del violino. Ma voglio la prima. La prima che volta. anno era? Come era? Adesso non ricordo, insomma, io ho una certa età. no, però diciamo 18, ho molto amici miei, sono Olen Cesari, c'è un professore italiano che vive qui, adesso si chiama Gabriele Andreoli, poi conosco molto bene Bleona, che è una cantante che è conosciuta a Los Angeles, poi conosco abbastanza bene Dua Lipa e Rita Ora, poi conosco una modella bellissima che si chiama Oriola Marashi, insomma conosco un po' di persone e quindi al di là di quello che si sente dire, no? Spesso magari, perché soltanto le notizie brutte, io ho fatto questi due programmi, Felicità e Paradise, perché amo interessarmi del bello e quindi eccomi qui. Dhe duke mbetur tek emrat e përveçëm botror, Zoti Pascal ka intervistuar liderët e politikës botërore që nga Kofi Annan, Shimon Peres, Dalai Lama, Bill Clinton, Henry Kissinger, Nelson Mandela. Dhe dua ta pyes se cili personazh I ka goditur më shumë, intervista që I ka bërë më shumë përshtypje, l'intervista che ti ha colpito di più tra I politici. Ma guarda, sicuramente mi ha colpito molto Nelson Mandela, perché con i suoi silenzi, e poi soprattutto mi ha molto commosso incontrare Papa Wojtyla, Karol Wojtyla, e recentemente Papa Francesco. Sono persone che vivono nel culto dell'amore, della pace, della fratellanza, della gioia di vivere, della speranza, del sostegno a chi ha bisogno, e quindi è un insegnamento per noi tutti che spesso guardiamo il vicino magari con un certo tono di astio, magari litighiamo per cose banali, e invece il mondo è così bello, è così ricco di cose interessanti da fare, di cui occuparsi, di approfondimenti. Io dico sempre a tutti i giovani: studiate, perché veramente c'è davanti a noi l'impossibile e bisogna cercare di seguire i miti, come ho detto, Papa Francesco, Karol Wojtyla, Nelson Mandela e altri grandi personaggi che hanno fatto la storia, che fanno la storia, nell'occuparsi e nel seguire politiche anche comportamentali, personali, che consentono di apprezzare chi è vicino, sostenere chi è vicino, dare una mano a chi ha bisogno. E trajstar di Hollywood, sepse vicedomini nuk ka lënë yll në Hollywood pa e takuar dhe intervistuar. Non ho capito che vuol dire. Ha intervistato anche
Star di Hollywood. Quello è il mio mestiere. C'è qualcuno che è più che ci parli spesso, una chiamata forse? Diciamo che... Ma quelli che conosciamo di tutto. Sì, diciamo che io sono un po' specialista nell'individuare i giovani che hanno grande potenziale. Tra i giovani che io ho scoperto con grande successo poi, Gerard Butler, Michael Fassbender, Selena Gomez, Alicia Vikander. Emrat shumë të famshëm të Hollywoodit tashmë. Come? No, sto parlando in albanese. Ma sono famosi ormai. Sì, li ho conosciuti quando erano sconosciuti. E io Grazie a voi. Io ho dato insomma un mio piccolo contributo. Alla fine, chi sono le più belle? Le ragazze e donne italiane o quelle albanesi? Guarda, posso dirti una Sia cosa, sincero, che le ragazze albanesi sembrano molto italiane. Dunque, come dire, Diplomatico. No, davvero, mi sembra proprio che questo pezzo di mare che c'è tra l'Italia e l'Albania non faccia molto differenza. Sicuramente non ci si divida. No, sicuramente queste ragazze che stiamo vedendo qui mi sembrano tutte quante molto motivate. Io una cosa la voglio dire, in qualche parte del mondo sono molto critici verso questo tipo di spettacoli, queste opportunità. Si contesta il fatto che vengono elette le ragazze anche sull'aspetto, no? Fisico. Io penso che sicuramente dare una chance a ragazze che magari vengono dalla provincia, da piccoli posti, che hanno tanta passione, che hanno la gioia di vivere, che vogliono coltivare i propri sogni, sia una grande cosa. Per cui io sono assolutamente a favore di questi concorsi. Anche in Italia c'è stata grande contestazione, non fanno più Miss Italia, diciamo non la fanno in televisione. Io sono invece sempre, la porto in televisione, Miss Italia, quest'anno c'è una Miss Italia bellissima, Francesca Bergesio, però dico anche alle ragazze come queste che stiamo vedendo e come anche le altre che conosco, sono di studiare, più belle o no? studiare. Sono più belle le ragazze che studiano. Ah, basta. Okay. Grazie di cuore. Grazie anche a nome al nostro produttore Eduard Deda. Grazie infinite. Pascal Vicedomini. Evviva l'Albania. Grazie. Kënaqësi e jashtëzakonshme të kishim këtu një personalitet të televizionit italian dhe tani ftoj në skenë Deta Kokomani. Faleminderit Berti. Faleminderit. Skena ka tashmë një tjetër bukuri. Deta. Vazhdojmë tani spektaklin me sfilatën e radhës me 6 vajzat finaliste nga Kosova dhe Mali i Zi. Vetëm 2 prej tyre do të shpallin sonte Miss Universe Kosova dhe Miss Universe Montenegro 2024. Prandaj, dhe kjo do të jetë një sfilate pa harrueshme për to. Ju ftoj ta ndjekim së bashku me duar trokitje për vajzat tona. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool, I still belong with you, anywhere you are. Ooh, these minefields that I walk through, ooh, I risk to be close to you. Ooh, these
this might be a mistake. We're broken in so many ways, but I piece us back together slowly. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you anyway you are. Ooh, these morning feels that I walk through. Ooh, I wish to be close to you. Ooh, these morning feels keeping me from you. Oh, I wish to be close to you, close to you. Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? Yeah, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours. You know I want you. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong? Let me fix that. Twist that. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control. Baby, tonight you need that. Tonight, believe that. Tonight I'll be the best you ever had. I don't wanna brag, but I'll be the best you ever had. I don't wanna brag, but I'll be the best you ever had. I hit you with the best stroke, freestyle in the breaststroke, till you're blowing cigarette smoke, and now the bed's broke. So what we gonna do now? Round two now. Work it out, then we cool down, cool down. Baby, tonight's the night I let you know. Baby, tonight's the night we lose control. Baby, tonight you need that. Tonight, believe that. Tonight I'll be the best you ever had. I don't wanna brag, but I'll be the best you ever had. I don't wanna brag, I'll be You live in this light skin love, the best you ever had. Listen, you ain't even gotta text me. Knowing me and you got that mental telepathy, meet me up at the spot, I'll be sending over the chauffeur. Rich nigga, bread stay popping up like a toaster. Nobody come close to me and you together. Step under my umbrella, we'll make it through any weather, except when I make it storm. Sex in the greatest form, then hibernate under my body. And yep, I keep it warm and in a chinchilla. She know I beat it up like the Thriller in Manila. Flying my private jet to villas in Anguilla. Then throw you on the grill, that's 'cause 7 days a week you're my 5-course meal for real. Wow, duket sikur edhe yjet e qiellit e kanë humbur shkëlqimin sot në krahasim me yjet e skenës tonë. Një duartrokitje shumë të fortë për 6 finalistet tona. E kemi thënë shpesh që skena e Miss Universe është një trampolin e sigurt për të ngjitur shkallët e karrierës në botën e showbizit apo televizionit. Dhe njëra nga këto bukuroshe është përzgjedhur për të qenë pjesë e programit Kampionatët në televizionin kombëtar TV Klan, që nis më 14 qershor, spektakël ky që shoqëron kampionatin evropian të futbollit. Cilën prej tyre do ta shohim shumë shpejt në televizion? Ftoj në skenë të na sjell zarfin me emrin e fitueses, një nga prezantuesit më të dashur të televizionit në Shqiptari, Labinot Gashi. Faleminderit Iteja. Mirëmbrëma Labi. Mirëmbrëma. Labi, së shpejti, vetëm pas pak qastesh, njëra nga këto vajza do t'jetë edhe kolegja jote. Por, për ta para përgatitur pak, çfarë do të thotë të punosh në televizion? Është privilegj, kënaqësi, por nëse din me jep dashuri edhe me qenë i sinqert me publikun. Po dite mi pas këto atëherë suksesi nuk mungon. Unë jam shumë me fat, Iteja, këtu ku jam, për shkak që mbrapa me janë 3 gocat cilat janë të përfaqësojnë Kosovën, 3 gocat cilat përfaqësojnë Malin e Zi, po realizohet në Shqipëri. Zot, lutëm çdo ditë që edhe politika të bashkohet që është bashkohet e bukurar një vend. Faleminderit shumë. Bashkimi i bën fuqin. Pse e thash këta? Për shkak që transmetohemi në televizion. Vi prej radio-televizionit 21, ndaj çmimin për TV Klan. Kështu që ky është bashkimi jonë kombëtar. Bravo, Labi. Miss Televizionit 2024 fiton Rumina Ivezaj. Paç patron.
shpejt që do shohim tani në televizion dhe faleminderit Labi. Jemi tani në moment shumë emocionues. Do të fokusohemi tek 3 vajzat që ndodhen këtu. Vajzat nga Mali i Zi, sepse së shpejti do të shpallet më e bukura prej tyre që do të përfaqësoj vendin e tyre në Miss Universe. Një kurorëzim ky që do ta shpallim në gjuhën angleze për të qenë sa më të kuptueshëm edhe me audiencën që po na ndjek jashtë Shqipërisë. Por më parë më lejoni që të japim një tjetër çmim shumë prestigjioz. Bëhet fjalë për çmimin e Miss Exclusive of the World. Ftoj Redon Meksin për të më sjellë zarfin me emrin e fitueses. Mirëmbrëma Redon. Njëra nga këto vajza do të përfaqësoj Shqipërinë në Miss Exclusive, Malin e Zi në Miss Exclusive of the World. Le ta zbulojmë tani. Me dëshirë të doja që të ishin të gjitha, por do të them njërin dhe fituesja është Zana Gjeloshi. Na ka ardhur një miss tjetër, Angela Tanuzi, për të kurorzuar Anën. Zemër kurorën. E meriton. Një duar trokitje. Faleminderit Redon. Faleminderit Angela. And now we are at the top 2 of Miss Universe Montenegro. After many years, Montenegro will return to participate at this edition of Miss Universe held in Mexico. Please, ladies, take a step forward to the stage. It's your moment. Rumina and Ana, both of Montenegrin nationalities, but only one of them will represent her homeland. Please, let's welcome on stage to bring the crown, Miss Adela Zane. Hello. Hello. Mirëmbrëma. Atëherë pa unë përko, zbulojmë së bashku Miss Montenegro. Deta e themi të dyja. I gati? Në 3. And Miss Universe Montenegro 2024 is Rumina Ivesaj! Vajza më e bukur e Malit të Zi, që jam e sigur të ta prezantoj denjësisht vendin e saj, por edhe të gjithë shqiptarinë në Miss Universe. Urime dhe Ana Letvukaj, shoqëruesja e parë e Missit. Dhe tani bëjmë një ndalesë për të falenderuar sponsorët tanë. Sponsor general MCN. Sponsor të tjerë, Moligix, sistemi qendror i monitorimit online. Grand Blue Fafa, resorti më luksos në Bregdetin e Adriatikut, për të gjithju që kërkoni pushimet ideale. Cake Day Hospital, ekipi më i mirë i kirurgjisë estetike italiane, që operon në Tiranë dhe Prishtinë. Johanna Beauty Center, me në krye make-up artisten Blerta Kasalla. Faleminderit. Mos u largoni nga ekrani, sepse vetëm pas pak do të shpallet Miss Universe Kosova 2024. Cila nga 3 bukuroshe që kanë betur do ta fitojë këtë çmim?
Na prisni vetëm disa minuta deri kthehemi sërish së bashku live në Pallatin e Kongreseve dhe MCN. Publicitet.